4 marsi shënon ditën botërore të obezitetit. Në fakt, obeziteti nuk është vetëm një çështje estetike, por më së shumti është një sfidë shëndetësore e cila kërkon ndërgjegjësim, por mbi të gjitha edhe politika të duhura nga institucionet promovuese. Obeziteti ose mbipesha sot quhet një pandemi e kohëve moderne, një problem shumë i rëndë shëndetësor, jo vetëm shëndetësor, por edhe social dhe psikologjik. Qytetarët shkodran pranojnë faktin se ushqehen në mënyrë të pashëndetshme dhe kjo ka sjellë edhe mbipesh për ta. Jena mbipesh, edhe me ta jem mbipesh, por hap mirë, por se nuk hap shneshje. Hap qatë kena. Me porta me ballak humble. Shumë dhe nuk e ruajnë vendin, duhet ma pak. Sipas neuropsikiatri John Preçi, obeziteti lidhet edhe me gjendjen psikologjike ku ndikues janë ankthi, stresi dhe depresioni. Po ashtu, medikamentet që të sëmurit marrin në jo pak raste kanë sjellë çrregullim në mënyrën e të ushqyerit. Vetë obeziteti krijon një problem me shëndetin mendor, problemi stigmes, problemi paraqitjes jashtme. Stresi, depresioni, ankthi janë e kanë atë ngrënien e pakontrolluar, ndikimi i efekteve anësore që kanë ilaçet e fushës psikiatrisë. Realisht kemi në raste që kanë nivele ekstreme, nivele morbide, nivele vdekjepruese, domethënë një gjendje e tillë që mund të vdesësh në gjumë. Në ditën botërore të obezitetit, mesazhi i specialistëve është i qartë. Parandalimi nis nga informimi dhe kujdesi i përditshëm për veten. Një ushqyerje e balancuar, aktivitet fizik dhe kujdes për shëndetin mendor janë hapat e parë drejt një jete më të shëndetshme dhe më cilësore.